të marton, bia ime nana sot, pas kaq gzim, po marr shumë lot. Na jena 5 motra në familje, edhe unë e vlla s'kam. Është një farë mungese valla, se krejt motrat kanë qef me pas një vlla. Ka raste mami kur më thot, ja nisi me knu një kong jena në shtëpi edhe më thot, Nala, din mos e kna se e prek ose e mërzit. Cilën e kishe bu ma me qef me knu Kanaxhex apo me knu Ndorsëm? Ndorsëm. Pse Ndorsëm? Nuk e di, m'pëlqen ma shumë. Po e kisha ba dhe në Kanaxhex, po Ndorsëm është ajo atmosfera pak ma ndryshe. Nusja, dhondri, dyqysh janë kong tjera. Kanaxhexhi për shembull don kong veç të grave, qikave dhe janë të preferenca tjera. Ndorsëm është pak ma thjesht. Pak ma lezetshëm. Po, edhe pak ma mirë. Po, bash. Sa jam e ndjeshme kështu. A po? Po. Okej, a ke provu nërë me knu kong të Kanaxhexhit ose Ndorsmave? Po, jam konë në disa Kanaxhexhe kështu ku marr pjesë. Okej, a e konë për me knu, a e konë kështu për vetë dhe ma ndek të karaqe me knu? Me knu, të shoqet e mija më kanë thirë. Okej, a ke shku ke knu pa para, ke knu me pare të shoqet? Po në varet valla, po ma shumë pa pare, po. Okej, do me thonë, ke shku ke knu të shoqet e tua? Po, kum shku për qef, po, se kum pas shoqe edhe pse jo, edhe nesër mu bë këngëtare, mu më thirë dikush për shembull, si ka mundësit, ose i ka une për vete, shkoj qashtu, apet, adin, sa që e këshyri fart, për këtë pjesë. A është emocionuse si pjesë me bu me knu në Kanaxhex? Po, është vallaj, shumë se unë e menoj vetën, për shembull, kur t'ja knoj asaj ose e shoh tu kajt e menoj edhe vetën, edhe tham, unë e kam u kon qashtu adin, edhe normal mërzit është pak, po jo, kështu unë nuk e shti fort në krye adin që duhet mu mërzit. Veç e knoj edhe okej. A në kishe knu një kong Kanaxhexhit, në e shoqes që ja pas ke knu pra? Po e kisha knu një kong, pse jo. Ti me knu nuk po pritojshe. Jo. Edhe që thënë që për vrejmë, nuk po pritojshe me knu. I vetë një Sanchez pritoj. I vetë një Sanchez pritar me bo me knu. Me knu. A knu kështu garant edhe ka shpia? Po, ton kuhen. A kur t'jam nervoz, më qetëson duket. Edhe nervoz? Po knoj, po. Oh, super, shumë mirë. Se prej e vogël e kum dash muzikën edhe kështu kur kena pas naj fest në shkollë. Gjithë ku marr pjesë, gjithë jam kanë ajo e para që kum thonë unë kam me shku, kam me knu, ose kam me vallëzu. E kujtoj ditën kur ke ardhë në jetë, nuk besoj si kalun këto vjetë, po të marton, bia ime nana sot, pas kaq gzim, po marr shumë lot. Ke shumë e mirë. Faleminderit. Po më intereson me ditë, çka thot nana jote kur i ndëgjon çdo kong, se po besoj që gjithherë nanat janë pak më të ndihshme te çka pjesë. Ka raste mami kur më thot, ja nisi me knu një kong jena në shtëpi edhe më thot, Nala, din mos e kna se e prek ose e mërzit. Se na jena 5 motra në familje, edhe unë e vlla s'kam. Edhe menoj që kjo e prek mas shumë ti se e menon që atë pjesë adin. Unë jam e para, e dyta, e treta, adin tu shku. E normal tani, nashta edhe mërzitet, po sa që edhe unë jashtin kryj fort për me mërzit, s'kam qef. Te përmene që jeni 5 motra nuk i vlla, sa e ke ndjeket mungesën mos me pas një djalë të shtëpia? Shumë është në familje tona shqiptare, është gjithmonë kjo dhe ka me ekzistu të na herët me pas qika shumë mos me pas djalë. Na si familje se kena pas problem, as printe me nuk e kam problem, po unë si motër e ku menu qëtë pjesë, nashta kisha pas qef me pas një vlla, ma të madh se une. Nuk e di, është një farë mungese valla, se krejt motrat kanë qef me pas një vlla, po une që i kam motrat e mija jam shumë falenderuse, se mos t'i kisha pas ato, nuk e di as çka kisha ba, sidomos me motrën e dytë jam shumë e lidhët. The që kishe dash me pas një vlla, po ma të madh. Pse me konaj ma i madh se jo? Se di, nashta mu kujdes për mu ma shumë, ose me pas thjesht një përkrahje, se ndrysh është me babin, po ndrysh është me vllau. Nashta me vllaun lirohesh pak ma shumë se me babin, adin. Unë menoj që isha liru ma shumë me vllau. Qa të regu nashta najsan ma shumë, ose s'po di. Shka është ti shka që nashta nuk mundesh me ja të regu shokve ose babit e që menon që i shkojnë ma e letë me diskutu me një vllau? Po, çdo problem që e kisha pas, si në shoqni, si në lidhje, ose s'po di, pa marrë parasysh, e kisha diskutu edhe me vllavin ashta.
A ka ndiku kjo që nështë ta më konë ma e afërt edhe në raport me babin mandej? Po, ka ndiku shumë, shumë. Nashta thëmë ta kisha pas vllaun me babin si shakon shumë, se ma kish plotësu vllau. Po tash, mas i sashtë, jam e lidh me babin. Po, shumë okej, shumë mirë.